Një burr I moshës 35 vjeçare me inicialet MŠ, nëna e tij 58 vjeçare KŠ dhe motra e tij me inicialet FŠ 25 vjeçare kanë ushtruar dhunë ndaj nuses 34 vjeçare me inicialet EB nga Piroku. Rasti në fjalë ka denoncuar babai nuses mbrëm rreth orës 23, I cili e ka njoftuar policinë se ndaj bies së tij personat e lartë përmendur kanë ushtruar dhunë fizike. Sipas tij, fillimisht ka ndodhur një zënke fuqishme verbale në mes të anëtarëve të familjes, pas çka burri, nëna dhe motra fillojnë edhe ta godasin 34 vjeçaren nëpër kokë dhe trup, e kanë tërhequr zvarr për flokësh dhe e kanë ofenduar rënd. Kur nusja bën përpjekje që në këmbë të ikë dhe të shkojë tek prindërit, burri e arrin, e fut me forcë në veturë dhe sërish të vazhdojnë torturat ndaj saj. Në ndërkohë arrin babai nuses dhe merr vajzën në shtëpi, ndërsa më pas e denoncon rastin në polici, duke kërkuar përndjekje penale për të gjithë të involvuarit në këtë vepër penale. Vetëm gjysmore pas mesnate, burri, vjekra dhe motra e burrit arrestohen nga policia dhe aktualisht po punohet drejt zbardhjes së këtij rasti. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov nuk I kanë bërë të ditur arsyet e shpërtimit të këtij konflikti familjar, I cili më pas ka eskaluar në dhunë të ashpër fizike ndaj nuses së shtëpisë.